mbrojtura, para se të miratoi ligjin 2024 që jap të rrugë ndryshimeve në zonat e mbrojtura dhe pa e patur fare në refene, pra zero, pa qenë temë objekt bisede, çështja e zonave të mbrojtura, këto kanë filluar 80 miliona. Dhe në ka një provë të pakontestueshme, i kapur në flagrancë Edi Rama për ndryshimin në mënyrë klienteliste, korruptive të këtij ligji, me 12 deputet tërësisht anonim, nga të cilët kanë përshtypjen 3 dhe dua t'i lexoj sepse është shumë e rëndësishme kjo. Vetëm 3 kanë mbetur, kanë përshtypjen parlament. Nga 12-çja. Pra, për qytetarët shqiptar ti dëgjojnë emrat dhe një herë. Fadil Nasufi. Po, ish kryetari i Bashkisë Berat, deputet ka mbetur në dijenin time, ka mbetur në parlament. Florenc Spaho. Kanë përshtypjen nuk është më. Arkend Balla është ky i bandës Troplini. Ky që dje thonte, ky bërtisë dje në parlament Berisha Burg thonte ky. Ky subjekti i Spakut, ky njeriu më i financuar nga banda e Troplinëve, njeriu që ja ka kaluar Ramës me 5000 vota, ky tregonte dje burgun për opozitën. Ky. Edona Bilali nuk është më, Bujar Çela nuk është më. Bujar Çela është ai i aksidentit të Lushnjës, po, që në Kandër, po. Që është bërë dhe emision ke plugun mos gaboj dhe e ka bërë dhe syrit. E kishim me merak shumë. Anduel Tahiraj, kam përshtypjen nuk është më. Shpresa Marnoj nuk e di ka qenë të drejtë se kam iden kush është. Mirela Pitushi nuk kam informacion. Denis Deliu nuk është më. Ish ushtaraku. Po, ushtaraku. Klodiana Spahiu, kjo është nënkryetare e kuvendit. Ensem Vlera Zake nuk është më dhe Eduard Ndresa nuk e kam iden a është apo nuk është. Pra këta janë 12 deputetët. Jo, nuk është më pasi problemeve me të vëllain për trafik, kështu gjërash. Okej. Gjëra të vogla këto, se të flasim për trafik nivele të larta. Pra, janë nga këta 12 deputet, 3 kanë mbetur sot në parlament, por këta janë 12 individët që kanë propozuar amendamentet në ndryshimin në ligjin për zonat e mbrojtura, dhe këta i kanë hapur rrugë shkatrimit mjedisor të Shqipërisë nga njëri skaj në skajin tjetër. Ka dhe një aspekt tjetër që mund të Dhe para se këta t'i hapnin rrugë, pra para se këtyre t'i vinin se pash një shkrim që ishte shumë i mirë në fakt. Dhe që thonë mjafton ti trasësh ta, ti trasësh Spaku këta një nga një në prokurori ti pyesi ore si u erdhi në kod për të bërë këto ndryshime, kush i përgatiti, si i përgatitet se këtyre ta garantoj me 1.000.000%, u janë dhënë para ndryshimet, propozimet dhe thjesht i kanë lexuar dhe i kanë firmosur. Atëherë për llogarit kujt i kanë firmosur këto ndryshime? I kanë firmosur për llogarit të këtij libri këtu. Dhe ky libri këtu, këto projektet për llogarit kujt janë bërë? Janë bërë për llogarit e Edi Ramës. Në këmbim çfarë kanë marrë këto studio? Se kjo është e paprecedent, Flavio, që studio arkitekture ndërkombëtare të vinë dhe të manipulojnë historinë politike të këtij vendi. Pra ne do t'i prekim me raste konkrete, do me thënë, ke këtë studion e Korçës, po kjo është jo skandaloze, po kjo është e pa dëgjuar. Është kjo Bolls and Wilson, se i kanë vënë me faqe në faqen 193. Ja ku është. Është kjo studioja këtu. Kjo që ka bërë atë kullën e famshme që e konsiderojnë në Korçë. Dhe pse pati kritika Partia Demokratike në atë periudhë për atë projekt në mes të Korçës, kritika që vinin nga deputetët e Korçës dhe që vinin edhe nga përfaqësues të pushtetit lokal në Korçë të opozitës, këta në letrën e tyre që shkruajnë në libër konsiderojnë Partinë Demokratike të Shqipërisë, opozitën, ex-komunist. Ish komunistët. Jeni ju, do më thënë... Pra PD-ja është PS-ja, si pas tyre. Do më thënë PS-ja që ka ndruar emrin në 91-shin, nga Partia e Punës Shqipërisë, e ka ndruar në Partia Socialiste e Shqipërisë, një parti 85 vjeçare, partia më gjakatare në Europë, janë vrarë, ende sot janë 5400 eshtra që nuk gjenden shqiptarve, izoloi Shqipërinë për 45 vite, e ktheu Shqipërinë në Koret Veriut të Europës. Këta janë progresista, janë modern.